Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në kanalin tim o zoti, ma sa keq që dukem. Ora është 10 edhe mos më gjykoni, po sot janë fjeti në mëngjes, kështu që unë mora shpejt disa avantazhe që ai po flinte dhe editova 2 video për YouTube, editova 2 video për TikTok edhe një për Instagram, një bashkëpunim, edhe kisha pak kohë, kështu që nuk u mora me vete. Por përfitova që të mbylla disa punë, disa bashkëpunime. Kjo është ajo që unë bëj kur fle Kiani, mbaroj punët. Tani ai akoma po fle, por është gati duke u zgjuar e dëgjoj që bën kështu që unë kam shumë pak kohë të bëj gati skincare-in shpejt e shpejt, të bëj gati make-upin, edhe zgjat zakonisht 10 minuta derisa ai zgjohet tamam. Edhe pastaj do të jap ushqim edhe do dalim dhe sot kemi një ditë shumë speciale sepse Kiani sot bën 1 muaj. Nuk e di kur do publikohet video, por sot është data 23 tetor dhe Kiani ka lindur në 23 shtator. Kështu që nëna, Donika që është akoma këtu, do që t'i bëj një dhuratë Kiani dhe do shkojmë të dalim nëpër dyqane, të blejmë diçka. Edhe unë do pjek një muffin të vogël dhe do marr edhe një qiri me njësh që çdo muaj t'i frymë qirit të djalit, do t'i bëjmë edhe fotot e 1 mujorit. Kështu që kemi goxha punë për të bërë sot. Fillimisht po bëjmë gati, ushqej djalin. Dalim edhe të shikojmë që do gatojmë për drek, kështu që qëndroni me mua. E rëndësishme është për mua që të bëjmë gati para se t'i jap Kianit për të pirë dhe pastaj sapo t'i jap për të pirë, është në humor të mirë ai për 3 orët e ardhshme. Dhe direkt sa të mbaroj ai së piri, e fut në secxhalina edhe nisemi për në dyqan për të dalë çdo lloj gjëja që duam të bëjmë. Edhe është shumë chill për 3 orët e ardhshme, kështu që kjo është ideja, vetëm prandaj dhe unë përpiqem që t'i përshtatem orarit të tij, që edhe unë të kem pasaj qetësi, po edhe ai ta shijoj xhiron, mos të jetë në stres. Edhe si përfundim besoj do dalim edhe sot pak xhiro nga lumi, se s'kemi dalë fare për xhiro këtë kohë, kemi shkuar më shumë vetëm për blerje apo për gjëra që më janë dashur, apo në supermarket, kështu që do dalim edhe me djalin nga xhirova. I kapa flokën që poshtë, nuk ishin krijuar këtu forma lart, edhe për to që të lahen. Nuk e kam kohën për të larë sot, kështu që shpresoj të dali forma, për ndryshe do t'i kap flokët. Pak penel. Dëgjoj që Kiani akoma nuk është zgjuar, se dëgjoj që mami është e dhoma e tij. Edhe pak rimel. Jam gati, buzët i bërë në fund dhe flokët i bëj në fund. Djalin e kam paketuar, edhe do ikim tani. Do ikim xhiro. Çantën po ja bëj gati djalit. Ka brenda nderesa për të ndruar dhe po marr edhe qumësh, një porcion. Marrim dhe ngrosën.
Shpresoj që të pushoj, se po grindet pa djali, po mendoj sa të dalim në makinë, e pëlqen makinën, kështu që... Sa po arritëm te kafja, të pim latte macchiaton. Këtej, mami, këtej. Të pim latte macchiaton, mami po shtyn Kianin e ka zënë gjufi. Merën që këthesën gjerën e në. Sa po arritëm te kafeja, ka marrë, nuk të marrë ty, kamera, vërsa. Mami ndalon së ngrëni, kur hapën kamerën. Ka marrë një cupcake këtu. Në shtëpi kam ëmbëlsira se kam bërë tiramisu. Mirë, po këtu është ndryshe, këtu është shërbimi dhe kemi porositur dhe latte macchiaton dhe cappuccinon për mami, po na vjen, ndërkohë që djali po fle si drita mami, mashallah. Dhe pastaj do shkojmë nëpër dyqane të blejmë veshjet për djalin, dua që të marrë edhe disa korniza që të printoj disa foto të djalit edhe t'i vendos te dhoma vet. Kështu që mezi po pres. Dita fryn pak erë, po moti nuk është i keq. Mbaruam kafen, djalin ndenjë shumë mirë. Tani do shkojmë tek dyqani për t'i bler djalin një dhuratë nga nëna. Edhe atë veshjen do t'ja përdorim për t'i bërë fotot e një mujori të parë. Inshallah është në Terezi të mirë, sepse për shembull për fotot e që u bë 4 javë, ishte shumë e vështirë që t'ja bëja. Kështu që do ta lëm djalin në Seggiolino, sepse nuk është se do vonohemi shumë. Ne kemi thjesht gjysmë ore që ai po ri në Seggiolino, deri në 1 orë nuk është problem fare dhe maksimumi nëse nuk gaboj ishte 2 orë për fëmijët 1 muajsh. Kështu, do shkojmë te dyqani, do shikojmë çfarë do blejmë dhe do doja si thash të blija edhe disa korniza. Disa korniza në mënyrë që t'i printoja disa foto çunit edhe t'ja vendosnim në dhomë. Disa foto që kemi bërë photoshootingun e parë në spital. Po flen mami apo thjesht po shikon? Ato po e merr. Çuçi. Shumë mirë, s'ka gjë. Për aq kohë sa nuk janë, për mua është okay, le mos flej. Se kur ka të thisa e zëjë. Po e lëshon. Nuk e ka qef çuçin, domethënë shumica e prindërve e kanë problem t'ja heqin çuçin. Kurse ky joni mezi e merr dhe kur e merr qetësohet. Bë mashallah, Mashallah, por nuk e ka shumë qef. Për ne dhe më mirë, sepse nuk do kemi mbase vështirësi më vonë për t'ja hequr dhe ja japim vërtet çuçin që e mban vetëm kur flen gërricet për të fjetur gjumë, pra vetëm kur përpiqet të flej gjumë. Kaq. Shumë pak, nuk është se e mban tërë ditën për të qetësuar apo Sa reklama që i kam bërë këtij kiku car që kam ardhur, nuk i ka bërë njeri. Duhet më paguajnë. Gjithsesi do shkojmë të blejmë diçka për djalin, edhe do bëjmë edhe disa dhurata për nga Shqipëria që mami t'i marri me vete. Zgjidh, çfarë do t'i blesh djalit? Çfarë të pëlqej ty do t'ja blej? Ta zgjedhun domethënë? Zgjidhe ti si do ti. Dakor. Nga ne i kostum i bërë. Sa të bukra. Ata e kam unë. Ja të shikoj dhe do ja tregoj që do marrë. Ja, ka problem. I blevëm roba pa fundiali, gjithmonë që vi o zoti madh nuk më rihet pa bler. Për fëmijët janë kaq të bukura. Hajde nëna. Tu mbe një lek këtu dhe i bli këtu. Nëna faleminderit për dhuratat. Mendova të esnim qik me karrotë që ta nxjerrja djalin xhiro, po siç e shikoni, era shumë e madhe dhe filloi dhe shi. Kështu që e lash djalin në makinë me mamin dhe erdha vetë e dyqani tjetër, sepse më duhen varse për rrobat edhe më duhen disa korniza. Shpresoj që të gjejtë ky dyqani i sa quhet ky Tedi. I Tedit. Kështu. Ndoshta këtu. Tek çorapkat. Nuk pa.
Shka qeta, po është kjo gjoja këtu sipër. Që i pengon. Ata është pak. Qeta. Edhe për pantallona që më duen, madje për 2 pantallona njësh. Perfekt. Të marrë disa nga këto. Që nga për fëmijët. Perfekt. Të gjitha 1 euro. Po mund të mbaj edhe për robat e mia, se mua më duan kështu të vogla, nga që kam shumë të ngushtë garderobin tim. Ja. Cute. Po i mbaj të... Po i marrë të treja se nga 1 euro janë. Dhe do marrë edhe ca për pantallona. Gjeta edhe këto për fotografi. Dhe po mendoja të merja edhe të njëjtat masa për në dhomën e ndenjës për të printuar një foton ton të dasmës. Po marrë një nga këto të mdhajat fare këtu, që është 10 euro. Ndoj që është e bukur, po nuk e di çfarë ngjyre ta marr. Mora çdo gjë që më duhej, jam shumë e lumtur. Gjeta çdo gjë që më duhej. Sa po kthyem në shtëpi, dhe thash t'ju tregoja çfarë bleva për birin, dhe çfarë bleva pastaj si varse rrobash apo gjërat e tjera që bleva në dyqanin tjetër. Atëherë mora një kështu për letër për të mbështirë dhuratat, se po vjen Krishtlindjet, edhe këtu janë kukullat me Paw Patrol të preferuarat të Jonarit, të nipit të Stefanit. Pastaj mora këto varse. Mora 3 korniza për t'i vendosur 3 foto të birit tek dhoma e tij. Nga fotoshootingu që kemi bërë në spital, ka ndarë foto shumë të bukura, fantastike. Dhe gjëja tjetër që mora është pafund varse, secila nga këto ishte 1 euro. Dhe ka 5 copë, edhe mund të varë gjëra sa të duash. Dhe kisha nevojë edhe për këto, për pantallonat edhe për fundet me kapsa, secila nga këto është po ashtu 1 euro, dhe unë kam marrë 7 copë, secila ka 2, kështu që 14, dhe i kam edhe për Kiani dhe për vete, se janë të vogla, që janë pra për rroba fëmijësh, po unë kam garderobin 35 cm të gjerë dhe më duhen nga këto të voglat për fëmijë, se të tjera nuk me nxe garderobi. Atëherë, shikoni që i blevi nëna Donika djalin. I blevi një overall, që kur të dalim tani, i veshim këta... Mami, iqa pa tani e djali. Të lutem. Ndej, sa shumë zetë. Që kur të dalim, i veshim këta, edhe djali nuk ka ftot. E kemi marrë në fakt 62, që është 2 deri në 4 muaj, kështu që ka kohë Kiani që ta veshi në dimër. Nëna pastaj i ka marrë po ashtu një xheçkë, që është me veshka, dhe shikoni sa e butë që është. Edhe këtë po ashtu ja ka marrë 62, që është 2 deri në 4 muaj. Produktet që janë tek Kik, ju mund të thoni çfarë të doni, po mua më pëlqen materiali dhe më pëlqen edhe çmimi, sepse fëmijët rriten shumë shpejt e nuk do doja të merrja gjëra shumë të shtrenjta për fëmijët. Kështu që kjo këtu për shembull kushtoi 6 euro, edhe ja blen shumë. Është shumë e butë, është shumë e mirë, kështu që pse jo? Pse patjetër të blejmë në për HM apo në për Zara, që janë shumë herë më të shtrenjta dhe nuk përse janë më të mira. Këtu nuk i tregoj, se janë për njëri tjetër. Kjo këtu besoj që do ja vesh sot djalit, me qenë se bëri 1 muaj, që t'i bëj ato fotot e bukura, dhe këto ja mori nëna, si janë me çorapka. A është bardhë apo është bluzë kjo?
Që nga badi madje. Dhe badi dhe Shiko. Shumë e mirë. Badi që nuk ka nevojë që t'i veshin badi tjetër poshtë. Shumë bukur të dyja, me këto do t'ja bëj mbase foto. Edhe, kostumi fundit qikoni që të bukra. Sa të rota që janë me motë. Edhe këto 2 deri në 4 muaj, po Kiani edhe pse është 1 muaj tani, është pothuaj se sa për 2 muaj, kështu që do t'i bëj. Shikoni sa të buta që janë. Të buta, të ngrota, edhe kjo për shembull kushtoi kompleti 6 euro. Më thoni, nuk ja vlen. Kështu që janë blerje shumë të mira, të lira edhe shumë të vlefshme. Kështu. Tani, do ta zgjojmë djalin se akoma flen, do t'i japim ushqim, edhe mbase në pjesën e 2 të videos do ju tregoj se çfarë do gatuajmë. Po mendoja të gatuaja perime në furrë, edhe të bëja edhe një salcë djathi, që ta hanim bashkë me mamin, edhe kështu që janë edhe të thjeshta, thjesht grind të gjitha perimet bashkë, i hedh çfarë të duash, do t'ju tregoj, dhe do ju tregoj dhe si e bëj salcën e djathit. Kështu. Atëherë për drek kemi përzier perime të ndryshme, i kemi bërë me krip, me rigon, me piper të kuq, edhe me vaj, i kemi përzier dhe i kemi pjekur. Tani do bëjmë këtu salcën e djathit, si do e bëjmë. Të marrim djath të bardhë, të marrim kos, vaj ulliri, dhe lëng limoni, po marrë gjysmë, që mos ta thartoj shumë, koper, po i hedh gjitha bashk edhe do t'i krim, do t'i përzim bashk, po i bëj gati. Pra, i hodha koper, i hodha krip, i hodha piper dhe tani do ta krim dhe do ta bëjmë salcë. Atëherë do ta hapim kështu këtë salcën dhe do marrim perimet. Të vendosim këtu. Të hedhim vetëm pak vaj ulliri sipër. Hedhi pak me gisht kështu. Gjithandaj. Mjafton. Edhe kjo është dreka pa bukë. Super e shëndetshme. Asë një gjë e skuqur, na bëf të mirë. Pasi gatuam drekën, quam mamin tek vëllai që jeton po ashtu këtu në Gjermani. Edhe dreka doli shumë e mirë. Mami e shkruajti edhe recetën. Ku e kam letrën e aty. Dhe dali vërtet shumë e mirë dhe shumë e shëndetshme. Mami deshi që të shkonte të flinte nga vllai sot, sepse ka dëshirë që edhe ati për shembull t'i bëj diçka për të gatuar, se fundja është djali vet. Edhe ne dërguam duke qenë se nesër është fundjavë, edhe unë kam Shtefanin për ndihmë, kështu që dërguam mamin tek vllai dhe nesër pastaj do ta marrim prapë në mëngjes. Edhe të shikojmë se çfarë mund të bëjmë. Nuk besoj se do të xhiroj shumë, sepse dita është e shkurtër dhe pastaj do t'i çojmë në aeroport, por do doja që të bëja një ëmbëlsirë para se mami të ikte, edhe do doja që të bëja një trileçe, që po, do bëj një trileçe dhe nesër do marr mamin, do shkoj tek supermarketi turk, te marketi turk, jo supermarketi, se market është, edhe të blej karamelin që nuk e gjeja të karamelin e trashme për këto supermarketet gjermane. Mbase edhe ka, nuk e di ku është, kurse te turku e di shumë mirë që ka. Kështu që të shkojmë te turku dhe të shkojmë të blejmë edhe qumshtat dhe gjërat që na duhen për trileçen nesër që në mëngjes. Edhe pastaj në drek do ta gatuaj me mamin dhe shpresoj që të dalë e mirë, që të bëhet po si një ëmbëlsirë mirupafshim për këtë herë. Sigur kam lënë koçankën e mollës. Mamin pastaj do shikoj t'i blej bileta prapë në nëntor. Edhe do përpiqem që t'i blej bileta në nëntor edhe një herë kur të ketë mbaruar dhe për vjetori babit në fund të nëntorit.
e pa besueshme që u bë një vit. Njeriu ikën, edhe sa të përkohshëm që jemi në këtë botë. Njeriu ikën dhe lë vetëm dhimbjen tek të dashurit dhe familjarët. Gjithsesi nuk dua t'i futem kësaj temës, kështu që shihemi nesër me Bleri për Trileçe dhe me Borin e Trileçes. Për sot, ciao! Përshëndetje nga dita tjetër, do vazhdojmë vlogun sot. Sot është dita e fundit që është mami këtu, edhe unë mendova që do bëj një trileçe. Mos ta nis mami në Shqipëri pa një ëmbëlsie. Edhe shkova në supermarket, morëm gjërat që më duheshin, unë mora qumësht të... Domethënë, çfarë do na duhen është recetë shumë e thjeshtë. Do na duhen 5 kokra vezë, do na duhen sheqer, 160 gram, na duhet gati 300 gram miell. Dhe këto të treja, pra 3 përbërës do përzijem vezë, sheqer dhe miell, dhe do t'i rrajmë mirë, fillimisht vezën dhe sheqerin derisa të bën shkum, pse të tjedhi miellin e situr dhe vetëm kjo do jetë pjesa e brumit. Dhe do të bashkojmë pastaj 3 lloje qumshtesh nga emri vet Trileçe, që është qumësh i kondensuar, qumësh pana dhe qumësh normal. Ja ku e ka. Dhe na duhet pana dhe na duhen 400 gram. Sa kam unë këtu? Do marr edhe një tjetër. Kjo është 250, do marr edhe një tjetër. Do na duhet 400 normal, qumësh normal, edhe 100 ose 200 ml kështu qumësh i kondensuar. Edhe këto do t'ja hedhim sipër për të bërë zbutjen e brumit dhe në fund fare karamelin ose reçela ose çfarë lloj gjëre tjetër që doni që t'i hidhni sipër. Kështu, po thosha, 5 kokra vezë, kjo veza këtu që në ka si e thyer, nuk e di a do jetë e mirë, ta shikojmë. Po s'pati zog brenda nuk ka. Ty na, argjuan tërë vezën me këtë recetën, mami. Vezë mos bëjë. Hiç mos bëjë. Të vajnë. Unë po ja hedh me luk sheqerin, se nuk kam masa, shikon që më duhet një peshore. Ose matesh me gota, nuk e di sa mban gota. Po asu nuk e... Po, Po, jo, s'ka si që gjë. ka 1 kile, gjysmë kile. E po unë e kam fru në tas. S'ke di që... Do t'i hedh 4 luk, mjafton se tar ky sheqer nuk dua që ta keme ka shumë sheqer gjë. 4 luk i mbusha plot e për plot. Edhe këto të dyja tani do t'i rrajmë. Sheqerin dhe vezën do t'i rrajmë minimum me 5 minuta derisa të bën shkum fare. Bën shkum, bë? Shpresojmë që Jani e pëlqen zhurmën e mikserit, zakonisht e pëlqen, se është në gjumë. Do sidhim një fixhan e gjysmë miell, njëherë për njëherë. Si të aty. Në pjatë s'kemi tasa njerës, në falmi. Edhe shikoni se si na u bë kjo masa këtu kremoze. Mjashtë këtë? Ja. Po, mjashtë. Na u bë kremoze dhe tani do t'i hedhim të mielli, avash që ta ruajmë këtë kremozitetin. Dhe këtë këtu. Merë me lukë, po që se. Që ti të rajsh me lukë? Ja, nuk do e raj, do e me këtë shpatullën do e përzijem kështu. Tani do ta hedhim këtë
Po ja tregoj sot rezultatin e trileqes, sepse dje ishte dita e fundit e mamit edhe nuk zgjirova më. E para punës harova, u mërzita që iku ajo dhe prandaj nuk zgjirova fare. Sot është dita tjetër, ne jemi bërë gati, djali është në karige, po presim babin që të vi, mëngjesi është aty, pira është pirë nga dje, kështu që njoheni. Nuk është pjesë e mëngjesit, është bosh. Edhe kështu duke trileqja, mami e pëlqeu shumë, mori edhe për vëllajin rrugës, edhe vëllai iku bashkë me mamin në Shqipëri. Edhe ka dalë vërtet shumë e mirë. Unë kam dhe pak dhe e mbarova. Është fiks si trileqja që ha në pasticëri tushi në Pogradec, që është trileqja ime preferuar. Kështu që, ja, e bëra edhe këtë dhe mami mori edhe recetën se doj që ta bëj vetë në Shqipëri, se i pëlqeu shumë këtë edhe tiramisus. Atëherë 2 javët me mami kaluam shumë shpejt, nuk e kuptova se si. Ne kemi kaluar shumë mirë, po, kaluam shumë shpejt sepse ja kaluam shumë mirë, edhe ndonjëherë kur ke kohë shumë të mirë, ikën dita, orët, javët shumë shpejt. Unë mërzita shumë që iku, e dija që kur t'ikte ajo do qaja, po mendova që okej, janë 2 javë, të shijoj këto 2 javë që kam, i shijova shumë e mamin, shëndet zemër. I shijova shumë e mamin, edhe ajo iku, sepse ka dhe punët e saj në Shqipëri, por në fund të nëntorit, unë po shikoja pra bilet dhe do ta marr 3 javë, kështu që mezi më pritet. Në fillim të nëntorit të vi edhe mami Shtefanit për 1 javë, ose për 5 ditë, sepse ajo nuk është në pension dhe nuk e ka kohën që të vi. Edhe jam shumë e lumtur që do vi dhe ajo dhe prapë nuk do jem vetë. E nuk është çështja se nuk ja dal me djalin, sepse djalin zakonisht unë e kam mbajtur, por edhe unë e qetësoj më së shumti gjiri më saktë. Por nuk jam vetëm për të dalë, flas një gjë, e jap djalin 2 sekonda për të shkuar në tualet, apo për të bërë një dush, apo për të rregulluar. Gjëra që do më duhet i bëj tani kur ai flet, ngrihem çik më herët edhe dhe jem gati kur ai të ngrihet siç edhe jam sot. Kështu, ishin ditë shumë të bukura edhe falenderuese që e kam mamin dhe falenderuese duhet jemi të gjithë që i kemi prindrit. Prindrit janë dashuri, sidomos kur ne bëhemi me fëmijë edhe nuk ka gjë më të bukur se gjyshja me nipin. Kështu, po e mbyll këtu këtë video, edhe shpresoj që ju ka pëlqyer, edhe ju kemi treguar sa më shumë nga koha e mamit këtu, edhe nga marrëdhënia fantastike që ajo krijoi me Kianin dhe që vetëm do përmirësohet kur ajo të vi prapë këtu. Ciao, shihemi në videon tjetër.